Mirëmëngjesi, fundjavë të bukur. Sot kemi vendosur që ta mbyllim javën me muzikë popullore. Kemi ftuar në studio këngëtaren Paro Ziflaj. Këtë emër ka në muzikën e saj, thjesht Paro, për të na treguar jo vetëm për jetën e saj, që prej fillimit, që prej pasionit për muzikën popullore, e deri në ditët e sotme ku nuk ka rreshtur mbi 6 dekada të këndojë në skenë këngët popullore dhe këngët polifonike. Përveç rrëfimeve për jetën e saj dhe dëshirën për të vazhduar për të kënduar edhe pse në këtë moshë, Paro Ziflaj do të na gatuaj dhe një recetë të preferuar tradicionale. Kështu që na ndiqni, do të këndojmë, do të tregojmë diçka më shumë për këngëtaren Paro dhe më pas do të shijojmë dhe recetën e saj që ka menduar të gatuaj për anvisat. Por ne anvisat do t'i mbajmë tani përpara ekranit për të gatuar recetat që ka menduar Albana për këtë të premte. E jani. Ja të kemi në guzhinë, mirëmëngjesi dhe njëherë. Guzhina jonë gjithmonë me produkte, nuk mungojnë asnjëherë produktet e Stinës kryesisht, dhe po ashtu ai kryesori. Pa, kryesori është me lakrë sot. Ka pak herë, po s'kemi çfarë bëjmë. Për erën çfarë bëjmë? Për erën? Uthull. Pa. Direkt. E gjetëm rrugëzgjidhjen. Pak uthull është në tenxhere tek lakra ose tek kapaku. Nëse ekzistonin dikur ato, ato tenxhere të dikurshme, që kapakun kishin një gropës, ajo është më idealja, Atëre, ti themon apo i thua ti me renditje? Unë i rendis të shkruara me gramaturën siç e kam, pastaj ti vazhdoni. Po, unë vazhdoj punën time pastaj. Rrugës edhe ndryshojmë ndonjë gjë po të duam, po e kemi me oris sot me sa po shoh. Po, me oris. Lakër të bardhë, të shohim pak se çfarë produktesh të tjera përmban kjo recetë. Lakra e bardhë është e Stinës së sezonit dhe e përdorim në variante nga më të ndryshmet. Lakër me oriz, në furrë ta gatuajmë lakrën sot, ne duhet një lakër mesatare të cilën e grim si përgjell. 2 qep, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 250 gram oriz, ne e kemi zier orizin, e kemi të zier në tryez, 250 gram domate të pjekura, 500 gram beshamel, 250 gram djath i grirë, 20 gram gjalp, krip dhe piper sipas shijes tuaj. Tani ta gatuajmë lakrën me oriz, të cilën do ta pjekim në furrë. Kemi bërë gati produktet, kemi bërë gati salcën, orizin që e kemi zier, lakrën që e kemi prerë në copza, për ta patur gati. Qepën e kemi zgjedhur të kuqe sot për të gatuar. Ndryshe nga ajo e bardha ose e verdha, më mirë, ka më tepër ëmbëlsi. Qep të bardhë, qep të kuqe. Kemi bashkuar. Për t'i dhënë shijen dhe për të hequr gjithçka çfarë unë kam në frigorifer. Ju kështu nuk veproni në shtëpi? Patjetër që po. Dita e riciklimit, themi ne premtja. Patjetër që po. Do të shtoj. Për hir të së vërtetës që dje kam pak lëng mishi. Nuk është e domosdoshme dhe prandaj unë fare nuk e kam shkruar. E lë në qetësinë e saj qepën. Kam thelpit e hudrave. Atë përse jo? Te salca. Kam domatin i vendose çikvetat. Domatet dhe pak salcë të koncentruar domatesh. Bashkë me hudhrat brenda, bëjmë një mix dhe ja shtojmë gjellës. Gati. Shikoni u bë një masë e vetme, kremoze dhe aromatike dhe ka këtë ngjyrën e bukur që na duhet për gjellën. Ja, e tilla, basha, o të lumë shënduar. E qim këtë fare? Po. Pra kisha domatet, kisha shtruar edhe pakës koncentrat që të ishte më me ngjyrë që mua mos më vite aq zbardhëllyer. Patjetër shtova edhe pjesën e hudrave. Këtu kam kripën.
pjesë të piperit. Orizin e kam të parazier. Do të shtoj masën të salsës. E lëmë njën, kur të më duhet që bëja të shplarja. Tani duhet na piqet atë mirë edhe salca edhe zbutja e qepës. Dhe shtoj nga një dorë e nga një dorë lakër. Sepse e dim shumë mirë që lakra e kërkon dorë shtimin e sikurse të spinaqi. Ka mënyrë që e merr dhe ka urdis lakrën. Deri sa mua të më marrë, jo të zaptoj të gjithë tiganin, enën që gatuani, i vë kapak, jo kapak gatimit, se ka gatimi kohë, por i vë kapak tiganit. Volumi. Atëherë, tek mielli le të marrë një miell të zakonshëm. Aty çfarë mielli kam unë aty? Të gjitha i kemi aty. Le dalit që këtë jashtë planit. Për çdo përdorim, për pica, merre njërë nga pakut, se të vetmin gjë që s'po riciklojmë sot është mielli, po nisim nga fillimi. Kam unë këtu këtë miell tu. Opa e mora. Se si dihet na duhet edhe nga e hëna. Produktet e tjera si çdo familje, kur na tepron diçka në frigorifer, perime apo djathin, dhe i mbledhim të gjitha për të bërë pazare dhe për ta nisur javën me produkte të reja. Tani mendoj, me që bëra një hyrje spektakolare, ata bëhet këtë hyrjen tjetër se ka edhe nga ana tjetër, se ka vesh fustan të ri si duket sot. Vish fustanin me toka. Ja ranina nina neja. Opa! E mora, sepse un kam një dashuri të madhe me ajvarin. Pra, ka një super shije dhe e përdorim kudo. Mjafton në procese termike dhe jo termike, dhe ovja kaloj pemën. Se jo termike mund t'jetë në brusketa, për shumë. Do shtapun tani këtë. E ditja të hapjen tënde. Tak, hape, jam unë dhia. Dhe kecat të gëzuan. Por i than, vendose pak këmbën poshtë. Edhe ne kështu kemi, për të kuptuar që është sa më e dur, sa më origjinale, është e mbyllur hermetikisht, e tak. Ajo po të hapeshe direkt, do kishte marrë pak oksigjen më shumë se ç'duhet. Pra vetë jeta jonë është një prallë. Urojmë që të jetë gjithmonë sa më e mirë, me atë happy ending dhe me atë princin e bukur dhe rrallë herë të fitojë keqi. Po tani kështu janë. E mira. Proceset e jetës. Zotëron. 1-2 luk. 2 do t'i vë, sepse ka një shije shumë fantastike. Ja. Mirë bërë, se mund të kemi brusketa, çik bukë të thekur në fundit, dhe t'i lyejmë me këtë ajvarin, që është një mix spec të kuq të pjekur dhe patlıxhan të pjekur. Këto janë ato përbërësit kryesor që dominojnë dhe që duken nga ana tjetër, nga pema. Është një paketim 550 gram, të cilën mund ta përdorni edhe në gatimet tuaja, po edhe kështu siç është, përdorimi ftohtë. Pra edhe në proces të mix të albana, në salca të ndryshme, në gjell, jep atë ekstra shije në gatimit. Ku mund ta përdorim ajvarin sërish? Po, me që e hapëm tani, dhe idea, si fundjavë që është, ide të çastit. Të mos e lëm të qëndroj deri të hënën, të po e lëm të shfrytëzojmë që sot. Patjetër, krahu tim të djathtit them që më duhet një qep, hudhër njomës, kaq. E thash direkt. Po mirë, se kemi kohë, ndërtojmë pak më vonë. Atëherë, shikojmë, ull volumi, dhe normalisht shtoj dhe pjesën tjetër.
Ja, dhe pjesën tjetër. Detyron, ju të kemi të gjithë masën. Ja, op, e largova, e hoqa dhe këtë. Bëj një shplarje të mirë. Orizin ende nuk e kemi shtuar të gjitha produktet bazë për salcën. Ja pra, boshatisen të gjitha, boshatisen. Ja. Më duhet pak sa të punohet, çfarë është punimi, të përzihet, përzierja. Po. Mua më pëlqen shumë mirë që perimet mos të zihen e të bëhen llaç, sepse nuk ka shije. Nuk ka shije. Do të shtoj masën e orizit. Pra kjo recetë do orizin të zjej paraprakisht, në mënyrë që të lehtësohet edhe koha. Se më jep ato idenë e tasave të dikurshme ato porcelanin. Prandaj dhe kam zgjedhur këtë. Ato idenë e traditës së dikurshme të enëve të porcelanit. Ja kështu për shembull në ato tasat ku bëheshin përzierjet, përsheshim me qumësh për fëmijët. Pra e zbutim e lëm pak... E lëm pak sa. Shtoj masën e kripës së duhur. Sikurse do të shtoj e lëm. Do të shtoj dhe bimat aromatike. Dhe më pas unë merrem me beshamelin. Po. Ta vendosim më pas në furrë. Shiko, i shtojmë dhe bimet aromatike dhe beshamelin e gatuajmë pas shkëputjes tonë të parë, sepse kemi një shkëputje promocionale të një oferte që vjen çdo ditë në programin tonë. Presim copza të vogla bashkë me një pjesë të kërcellit të majdanozit dhe ja shtojmë në fund. Përgatisim më pas dhe beshamelin, ta konkludojmë dhe ta tregojmë si do të jetë, le të themi, e përfunduar si recetë. Rikthehemi më njëherë pas shkëputjes tonë të parë. Edhe dhe beshamelin. Super. Bashkë përgatuajmë një lakër me oriz në tavë, i rendisim dhe njëherë produktet, çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj recete të stinës. Lakrën e bardhë e gatuajmë në disa forma, i kemi sjell një pjesë të konsiderueshme të gatimeve me të. Ju duhet një lakër mesatare për recetën e sotme, 2 qep, 2 thelpinj hudhër, 2 lug vaj ulliri, 250 gram oriz i zier, domate të pjekura, përgatisim edhe beshamelin me 500 gram në total, që ta mbuloj gjithë tavën, dhe dihet që përbërësit e beshamelit janë vaj gjalp, miell, armoskat, krip, piper i zi. Për djathin e grirë që do t'ia shtojmë beshamelit, kemi dhe gjalpin dhe kripën për të rregulluar shijen e lakrës. Tani, pjesën mbushte, pra pjesën kryesore me lakër, me qepën të kaurdisur, salcën, orizin edhe majdanozin, ne kemi gati dhe shifeni tani në tepsi. E largojmë të dyja këto. Opa, një nivelim. Dhe e lë pak sa më njam. Nuk përzitet. Sa të bëhet beshameli? Shtoj pjesën e gjalpit. Te pjesa e gjalpit do të shtoj dhe pak vaj nga pema jonë. Do të shtoj masën e miellit. E largoj.
Po një beshamel të mirë, masa e lugëve me yndyrë edhe me miell duhet të jetë e përafërt e njëjta afërsisht. Normalisht dali ashtu kremoze. Unë bëra me sy masën, sa gjallë aq miell duhet, që të kemi këtë masë të tillë derisa masa të shkëputet nga ena ku ne gatuaj. Njësoj puna e hallëvës. Do t'i shtoj më pas qumësht? Unë do të shtoj masën e mishit, po, sepse kisha lëng dhe normalisht as nuk e kam kulluar. Sepse Riciklimi është pjesa më e koncentruar dhe tek pjesa e mbetjeve në thojza, sepse nuk janë mbetje. Me jep të lutem pak qumshtin? Me siguri që do t'i shtojmë edhe një vezë, se ja shtojmë ato vlerat proteinike, pa që të ketë edhe protein brenda tek gjella. Dali shumë e mirë. Edhe në pamje dhe ato që e duan lakrën dhe e duan mënyra për ta përdorur në kuzhinë në forma të ndryshme. Për të gënyer, kjo më saktë është për të gënyer ato që nuk e han lakrën. Sepse e gënjen beshameli. Përmes beshamelit, po. E gënjen djathi. Të lutem. E hapim edhe kaçkavallin. Pak një sipërfaqe, pak jo sipërfare, prandaj e vendosa tani këtu. Do të shtoj pak mas kripe, piper armoskat që kam brenda. Edhe një kokër vezë. Direkt masën e vezës dhe e përzije që më duhet pak sa me holl, pa tjetër që më duhet pak sa me holl. Sepse dua, në moment që masa është shumë e trash, ju ka qelluar që është e papjekur, merr atë shtresën sipër dhe është e papjekur. Shtoj edhe një mas djathi këtu dhe tjetrën e lë se kam një recetë tjetër. Dhe ja, ku është? Gati për ta vendosur tani në furr. Direkt. Si për beshamelin, një pjekje të mirë me një ngjyrë të kuqeremt. As i trash dhe as shumë i rrjedhshëm. E rëndësishme është që edhe të depërtoj pak brenda tek. Kjo pjesa që shikoni, kur thot Niki as i trash dhe as i rrjedhshëm, është djathi. Po. Është djathi. Pra pozicionohet djathi. Ja, opa, po e kemi. Gati tani për t'i bërë një përmbledhje përbërësve të recetës lakrës me oriz në furr. Do të përgatisni më vete, ndoshta në mënyrë paralele, edhe beshamelin. Ju duhet lakër, qep, hudhër, vaj ulliri, oriz i zier, domate të pjekura mirë, beshamel, djathi grirë, gjalp, krip dhe piper për të rregulluar shijen. Ja, kjo ishte një formë, një mënyrë e përgatitjes së lakrës për ditën e sotme. Shiko, ne marrim gjithmonë mendime prej anvisave, prej zonjave që na ndjekin. Kështu që here pas here i kërkojmë dhe atyre receta, që çfarë dëshironi ju që ta gatuajmë, ose si gatuani ju lakrën. Kështu që mund t'i ofrojmë edhe sot mundësinë dhe hapësirën për të na referuar receta të ndryshme me lakrën. Receta të reja. Me dim plot, patjetër receta të reja, me dim të mbushura, i dim gjell, lakër turshi, byrek me lakër turshi, në tavë, supë, domethënë deri këtu, po
po, kemi arritur dhe i kemi sjell në kuzhinën tonë. Ju na tregoni edhe format të tjera të gatimit. Këtë me njërë pas publicitetit. Kështu që rikthehemi pas reklamave dhe komunikojmë së bashku, ndërkohë dhe gatuajmë recetën tjetër. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit. Kemi gatuar tavën me lakër me oriz, në furrësh duke u pjekur për ambisat që sa e kanë hapur ekranin ton. Tani të t'ju tregojmë edhe 2 recetat të tjera. Janë të shkurta, të thjeshta, të shpejta. Edhe shëndet. Është ajo çfarë u thash pak më parë, thash me këto produkte që un kam këtu, me që është e premte, po bëj direkt i thash një recetë shtesë. I thash krautin të djathtë më jep një qep. Ja, një qep, një pjesë preshi, biles asnjë presh, po është gjysma e preshit, që të jemi më të duhur. E lë paksa që të marr veten edhe preshi. Ka vendosur ujin dhe vajin. Qepën e grirë, një qep të kuqe për t'i dhënë një shije akoma dhe më të veçantë, me që unë do përdor të gjithë të masë që kam këtu, dhe me dëshirën më të mirë, një fërgesë. Po, një fërgesë. Një fërgesë. Aty ku kam fërgesën. Gjysmën e punës e kemi na e ka buluar Pema. Të lutem Niki, pa me pakës fare gjallë. Po. Dhe e vendos në furrë. Ja. Të ngrohet pak, që të shtojmë direkt aty fërgesën tonë. Ja. Sa të ngrohet? Do të shtoj. Pra, më duhet preshi thjesht sa të zbutet. Sa të zbutet, sepse e dim shumë mirë që preshi në vetvete ka një masë në 70% ujë, që kështu ma nuk më duhet që të zihet shumë. Nëse do zihet shumë, e thash si puna e lakrës, do bëhet, kur themi kalamajt e vjeqët, nja. Nuk më duhet ajo gjë. Marr direkt e kam e gjallë dhe nuk prish asnjë punë tek. Ja. Shtojmë të gjithë masën e ajvarit. Ajvarit Pema, ka spec të kuqe dhe patullxhan. Eza për ta rregulluar shijen dhe shtojmë tek qepa, ku kemi shtuar dhe copat e preshit. Të gjithë këtë masë do ta shtoj dhe e lë në ndjesinë e shijeve. Marr pak qumësht. Tani këto recetë nuk e kemi të shkruar, se ne e krijuam në çast. U frymëzuam nga Kavanozi Pemës me ajvar për ta ndërtuar një recetë të shpejtë të fërgesës. Nga dallohet profesionisti dhe amatori, si them vazhdimisht, gjurma është kur krijon dhe kur kopjon është që ngel klasë, ose hajde merri 5. Dhe shqyqyr Zotit, në krahun tim këtej, kam njëri që kam vërtet shumë... Që kam ardhjeta gjithë jetën. E kam shumë në qurake. Fisje për notat, se kësho, për notat i kemi patur shumë qef, edhe pse ditë dhe sot me nuk kanë dhe aq vlerë, me thënë drejtën. Fillon dhe e ajkos qumshti. Ajo çfarë mua më duhet. Nuk do qëndroj me kaq. Do t'i jap shijen e djathit apo të gjizës. Bëm atë fërgesën dje me patullxhan me domate. Tham, do ta ngjyej me një qap buke të thekur. Ja që na bën dhe sot prapë. Ja. Ja dhe një fërgesë e dytë. Ka me të vërtet një shije fantastike. Patjetër, janë dhe gatuhen shumë shpejt. Më kremoze dhe më tradicionale. Kam. Freskojmë pak me majdanos. Dhe ju bëft mirë. Përveç se vaj të ullirit që ta zgjidhni shumë cilësor, aromatik, edhe me të gjitha vlerat që i duhen vaj të ullirit për të gatuar dhe për ta konsumuar ashtu siç është dhe në sallata pashtu. Pema na sjell edhe këto kavanozët që kanë përzierje të perimeve.
E mbaruam tani këtë, do ta sjellim javën tjetër plot. Këto kavanozët nuk e di apo jo, ne i ruajmë. I përdorim për ruajtjen e erëzave apo salcave të ndryshme, sepse janë qelqi. Më mirë në për qelq se sa. Çfarë do duhet tjetër? Marrim tavën të lutë. Tavën. Gjalpi është shkrirë dhe na duhet të jetë tava e nxehtë. Kalon dora. Ku do të shtojmë tani masën e përgesës, do t'i japim edhe një në furrë, një proces të fundit në furrë. Dhe atë është gati. Shumë pak kohë do ta lëmë të qëndrojë. Deli ndyra në sipërfaqe dhe kuptohet qartë se si. Sot e bëm këtë recetë fiks, se do ditët kur në përshpi themi çfarë bëjmë ndonjë që se s'kemi asnjë gjë. Ndërkohë ke pak salcë, ke një qep, ke dhe 2 kokra vezë dhe ja teksa bën një përgesë direkte në furrë. Çik kripte veza do t'i shtosh? Patjetër që po, e vendos direkt në furrën. Ndërkohë dhe tava tjetër. Njëra në tavë balti. Dhe kalojmë shpejt. Kemi kohë për të receta tjetër? Po, kemi dhe pak kohë. Çfarë do bëjmë, qoftet? Qoftet? Këtë recetë patjetër që e kishim planifikuar dhe i kemi shkruar produktet përbërësit në recetën tonë. Në ekran e shohim së bashku se për çfarë qoftesh bëhet fjalë. Nuk i kemi me gish, i kemi qofte me spinaq. Për të cilën na duhet spinaqi freskët, na duhen patate të zjera, na duhen vaj ulliri, një vezë dhe një tjetër e verdhë veze, djathë të grirë, buke thërmuar, krip, piper, vaj për skuqjen e qofteve. Paralelisht me ngrohjen e vaj, përgatisim edhe brumin e qofteve. Edhe kaçkavalli na duhet. Direkt e shtojmë. I kemi zier patatet. Largoj. Produktet. Kripa. Piperi. Një vezë. Spinaqi. Përzjej. Vendos vajin që të nxehet, por jo të digjet. Pra më mirë. Aq kollaj edhe aq të shishme. Një tufë spinaq mund ta keni edhe në ngrirje, tani jam visat kam filluar t'i ruajnë aty në shëndet. Shëndet paçi. Në frigorifer, i kanë gati lartë pastruara të coptuara. Dhe kjo ka të bëjë me ato menaxhimin e menus ose përgatitjen paraprake të produkteve, të cilat i vendosim në frigorifer dhe i përdorim kur i duam, si rastin e sotëm për shembull. Na duhet të bëjmë këto qoftet. Po, zjem vetëm patatet, spinaqin e kemi të lartë pastruar. Mos të shqetësojnë as pak. Ne kemi largo pakës. Unë nxe shumë? Po. Mos të shqetësojnë as pak, le të ketë edhe pjesë të patates të vogla, sepse këto janë qofte patate dhe nuk janë pure. Më shto një pjesë të gjalpit. I mbatet më të buta dhe duhen punuar paksa tani. Duke i bëhet punimi dhe shtypja e patateve në këtë një të kohë. Gjalpi e ndihmon që unë mos të shtoj pakës ujë. Shtojmë dhe masën e galetës. Me që se kemi patatet, na duhet shumë. Nuk shtoj miell. Dim që patatja ka një don 20 shte, nuk shtoj miell, nuk shtoj 20 shte. Nëse unë dua që të bëj një spërkatje, aty ndryshon puna. Por jo në... Për shembull, ja, e shoh që ka dhe pak. Shplaj duart dhe vi më e fuqishme për t'i skuqur. Japim dhe formën.
Base na duhet të t'i kalojmë edhe njërë në galet të pas t'i vendosim në tigan të nxehtë, përdorni një vezë për t'i lidhur ose jo. Do t'i shtojmë vezë albana apo ja shtove vezën? Jo, janë patatet. Ka vezën, spinaqin, kri piper të zi, pak galet dhe jepini formën e dëshiruar. Kur themi pak galet për gajret. Për gajret. Që të kryojnë atë cipën krokante dhe brenda të jenë të buta. Sa bëhet gati ky proces, ndërkohë unë po sill tavën sepse kam marrë ngjyrën e duhur, tava e parë, e lakër dhe oriz dhe beshamel sipër. Teksa shohim që është gati beshameli, edhe lakra brenda zeu pak në tenxhere, orizi ishte i parazir dhe ky është rezultati. Menjëherë sa po të mpikset edhe të ftohet, ne do ta presim në copat për çdo person dhe më pas do ta shihni në kanalin ton në YouTube. Tava tjetër ndërkohë, sa të piqet të mpikset veza, tava me fërges në tavë dheu. Ne do të bëjmë atë shkëputjen tonë të zakonshme për fleshin informativ, për informacionet e shpejta që vinë në orën 10, dhe më pas do të rikthehemi në bisedë me Paro Ziflaj dhe pastaj do të vim përsëri në kuzhinë. Do kalojmë edhe një herë në kuzhinë sot, kështu që s'kemi përfunduar, nuk ikim dot kollaj sot nga kuzhina, është nderim. Të vim të gatuajmë bashkë me Paro Ziflaj. Ndërkohë, edhe një herë qoftë vendosim edhe 2-3 të tjera që të servirim. Dikush në familje do preferoj qoftet, dikush do preferoj tavën me lakrën, dikush fërgesën, pra jo kemi plotësuar shihet për çdo antar në familjen tuaj, sepse di që ka anvisa që e vuajnë këtë pjesën, jo të gjithë kanë një shije në familje. Ka ato anvisa që thonë do bëj supën për fëmijët, se njëri nuk e do me perime tjetri. Dhe që është gabim, është shumë gabim. Ne këtu në Rezë gatuajmë për të gjithë, nuk ka receta të ndara. Nuk ka receta të ndara, janë të gjithë si të rritur, si të vegjur, janë të mirë. Atëherë, me të vegjit kemi çik problem. Por të duhet se pak miell, apo... Gjo, unë të vegjli sot i përshëndes se kaloj një fundjavë shumë të këndshme. Dhe pse jo, do t'i falenderoj gjithmonë që janë kaq të mirë dhe na nxjerrin kaq mirë. Se s'jemi kaq mirë me vërtet, ja. A thua, po jemi më të mirë, moj. Më të mirë jemi live. Më të mirë live, kjo ishte. Atëherë, përfundojmë dhe me qoftet. Qoftet kanë spinaq me bollok dhe patate për t'i lidhur. Sigurisht edhe një kokërvez, erza nga bimët aromatike të kopshtit tuaj dhe ndërtoni këto qofte sepse do t'i lezetojnë tryezën me ngjyrën e tyre të klorofilt. Mund t'i shtoni ndonjë nga ato salcat, salcë kosi të aromatizuar, po ashtu me bimët aromatike. Ai shkon shumë. Çfarë shkon shumë? Keni turshit. Turshit e kasmavecit, i shkojnë më së miri. Pakës kos, këto dhe turshit. Dhe ati kthej unë, me leje, pardon, unë rënja. Ruajnë gjyrën. Pak qizi ato se kanë dhe djathtin kaçkavall brenda. Më sharojmë. E thash kështu në gjuhën e trendit të kalamajve, qizi. Me djath kaçkavall ose djath mozzarella brenda. Dhe dalin fantastike. Shifeni pak ngjyrën. Tani, ne përfunduam, po pim nga një kafe lavaca me albanën, ndërkohë që bëhemi gati, ndrohemi për të pritur Paro Ziflaj. Ju përshëndesim nga kuzhina. Të lumshin duar, rikthehemi përsëri, kështu që s'po të themi ropafshim se do të vim përsëri pastaj. Ajo është e njohur si kapedania e polifonisë shqiptare, Polifonis Lab. Është një emër shumë i njohur i muzikës popullore, i ka kënduar me shpirt për 5 dekada me radhë, mbi 5 dekada në fakt, mallit, dashurisë, shpirtit dhe ka kombinuar më së miri zërin e ëmbël të nënës dhe dashurisë së madhe për vendin nga vjen. Paro Ziflaj është në studion ton për të na rrëfyer karrierën e saj artistike, për të na treguar bashkëpunimet e saj, këngët më në zë, e padyshim për pasionin e saj për gatimin. Mirë se erdhe për herë të parë në Rezë e Diellit. Kënaqësi që të kemi këtu. Një uroj suksese. Ke mbi 5 dekada që këndon. Me një zë që s'ka ndryshuar fare. Është tani duket sikur kam 5 dekada, por ne tani në nëndor mbushim 60 vjet. 6 dekada. Me thënë 60 vjet që nga dalja e parë. E publikuar
me dokument, me audio dhe me video, që në 68-ën. Dërsa, kur isha fëmijë bën 70, pastaj atë që them. Si ndihesh ti pas kaq vitesh, që nuk e ke dorëzuar asnjëherë zërin, nuk të kalon asnjëherë zëri dhe ti vazhdon të këndosh me po të njëjtin zë të bukur, me po të njëjtin pasion, me po të njëjtën energji dhe ato buzëqeshje që se ndan asnjëherë nga fytyra jote. Kënga të jep energji. Arti është i bukur. Në ndukje është i bukur, është pak i lodhshëm, por është i bukur. Pasioni është teje i veçantë. Mendoj se për të gjithë këta që merren me artin, si çdo profesioni tyre që bëhet me pasion të veçantë. Dhe unë kjo mua nuk më ka lodhur, të me thënë që kam marrë deri këtu, dhe them se sa ta kem këmbën, do me thënë, dhe mendjen, se është mendja gjithsesi, e para, pastaj këmba dentora, mendoj që do ta vazhdoj derisa sa të kem frymën time. Ne kemi përgatitur një material, një klip që përmbledh rrugëtimin tuaj artistik dhe me po të njëjtin pasion dhe dashuri e kemi realizuar në mënyrë të përmbledhur e ndjekim së bashku. Faleminderit shumë. E njohur si kapedania e polifonisë Labe, Paro Zilfaj është pa diskutim një nga zërat më të bukur të polifonisë së vendit tonë. Me ngjyra shpërthyesi fort, por edhe jo ëmbël, një zë që të vjen në shpirt e derdhet plot emocion në qënësinë tonë. Një zë margaritar që ka rritur shumë breza e që sot e kësaj dite gulçon. Paro Zilfaj, 50 vite në sken, një këngëtare që sot e kësaj dite dhuron emocione pafund. Të rrallë janë artistët që gjatë gjithë jetës së tyre ruajnë zërin e kjo ndoshta është një bekim nga Zoti, apo që shpeshherë Paro e ka thënë dhe vetë se jeta është një këngë. E në fakt nuk ishte si të ndodhte ndryshe, teksa u rit me zërin e nënës së saj që u derdh në vena e në shpirt. Festivali i Gjirokastrës ishte ai që i dha përjetësinë kësaj artiste, për ta ngritur deri në majat e muzikës polifonike shqiptare. Paro me të njëjtin pasion dhuron sot e kësaj dite emocione, e rrethuar mes miqsh njerëzish që e duan, e qeshur dhe me një zë që fal vetëm dashuri. Me po të njëjtën energji, me po të njëjtin zë, me po të njëjtën dritë, vjen edhe në studion tonë. Të pash në pothuajse pjesën më të madhe të klipeve, të këngëve që ti interpreton, ke të veshur kostumin e bukur popullor. Çfarë simbolizon, çfarë përfaqëson ai për ty? Që nga fjala kënga popullore për shembull. Kostumi popullor përfaqëson gjithë kombin tonë shqiptar për shembull. Ne jemi mësuar tërkohën kur kam kënduar polifonik, pa kostum nuk të pranonte njeri. Jo vetëm kostumin, por gjithë aksesorët deri tek kputucët e kostumit që kemi pasur. Po sot nuk i kemi ato, nuk janë më originalet. Gjithse unë jam munduar të sajoj. Ke një në shtëpi një kostum të tillë që e mban? Jo, nuk kisha një kostum timin, jam munduar të sajoj, sepse dhe mosha ka bërë të vetën, atëherë kam qenë sa gjysmë që jam tani, ndërsa tani jam më e madhe në moshë, më e madhe në trup. Më e madhe në moshë, po nuk e ndalur asnjëherë, asnjë ditë nuk e ndalur. Më e madhe në moshë, po. Do ta zbulojmë për publikun sa vite është Paro? Më fal? Do ta zbulojmë për publikun sa vite mbush Paro? I kam mbush 75, e di publiku, nuk është nevoja. E di mirë publiku se të ndjek. 75 dhe je kaq aktive, të ftojnë kudo. 75 mbush e vërtet, po për ne qëndron 20 kemi thënë dikur. Edhe cili është sekreti, se e ke thënë dhe në një këngë. Sekreti i Paros kush është? Ose kam thënë për vete. E ke thënë për gjithë. E kam thënë për udhëheqësin që ishte atëherë. Kemi kënduar me grupin e Bënçës. Ishte u bënami për atë këngë të dedikuar udhëheqësit. Atëherë për atë këndonim tërkohën. Këndonim për fshatin, për kështu, për lulet, për gjetër, për bagtin, për pyllin, për dashurin. Por në për festivali folklorike ishim të diktuar, se nga që ishim këngëtar virtuoz, do me thënë që mund të qonim një këngë të udhëheqësit të arir deri aty dhe na jepni ne. Dhe ne tani ca na duan, ca na urejnë, por ishte koha ashtu. S'kemi që bëjmë. Sot për shumë që është demokraci, unë s'kam kënduar për asnjë udhëheqës. Absolutisht. Do ta bëje nëse ta kërkonte dikush? Po të minim për një ca leka do e bëja.
e kërkuar shumë në për koncerte, dasma, evente të ndryshme, me të njëjtën forcë, me të njëjtën pasion, me të njëjtën energji. Nuk ke ndalur asnjëherë, bashkëpunime gjithashtu ke patur, plot prurje të reja këngësh, ke sjellë edhe këngën e fundit, të cilën do ta ndjekim pak më vonë. Si ndihesh ti në këto 60 vite në skenë? Çfarë janë për ty 60 vite? Në fakt, edhe kur shkoj në për studio që kështu më vlerësojnë, domethënë, për vokalin që kam. Por sot kërkohet gjithmonë e reja, ja lëm vendin e. Gjithsesi unë nuk më kanë haruar fare, më marrin. Këtë fundi viti do t'jem në Londër. Kam bërë një bashkëpunim me qendrën e bashkëpunimit, në qoftë se duhet të flasum për ajo. Bashkëpunimet e tua, bashkëpunimet e mia kam bërë me një këngëtare të talentuar që edhe ajo ka pas kënduar në festivalet folklorike të Gjirokastrës, por e kishte ndërprer paksa se ishte në Amerikë, tani ka ardhur dhe kemi bërë një bashkëpunim me ato. Mallakastër te Pelem. Ka dalë shumë e bukur dhe ajo është zonjë nderuar e respektuar, të cilën e përshëndes. Kam bërë një bashkëpunim tjetër me një djalë nga Berati që jeton në Londër. Dhe ai ma ka shpërblyer këtë duke më bërë garancin për vizë, më doli viza dhe tani do të jem për fundin e dhjetorit për Krishtlindjet atje. Bukur fort. Bashkëpunimet të tjera kam akoma, që nuk kanë dalë. Ndërsa ne kemi përgatitur gjithashtu edhe një tjetër kolazh me momentet, me refrenet, me këngët më të bukura që kemi përzi, janë të panumërta këngë, se imagjino 60 vite karrierë sa këngë ke prodhuar dhe sa të tjera janë në proces e si për t'i nxjerrë për publikun. Do doja që të ndiqnim një kolazh me këngët më të bukura të Paros. Toskëria, lapëria, te Pelena e Berati, Iliane që të tyja, te Kalagjën disur shtati. Berati buzë o sumi, që se ka shokun që kundi. Te Pelena buzë pjosës, është mrekulli e botës. Berati, te Pelena, vëlla e motër nga Gena. Erdhëm në fakt vetëm një pjesë e karrierës tënde muzikore, e këngëve që ke prodhuar. Më thuaj pak Paro është emri artit apo jo? Kështu të kanë thirrur që kur ke qenë për herë të parë në skenë, të mbeti emri Paro, je Paro. As me mbiemër nuk të thrasin, emër mbiemër në kajote muzikore është Paro. Në fakt e kam shkurtim të emrit, jam përparime. Nga që fëmijët e nënës time jam e dyta nga fëmijët, kemi dhe pas një po para se të lindte vllai, Luan përparime. Pastaj ishte i treti vllai. Sepse kanë pas një kështu që nuk i ronin, 2-3 fëmijë, më përpara na kanë vdekur vëllezër e motra, dhe vendosën t'ju vinin emra të tillë, do të thënë Luan të Rojsa Luani përparime të përparoj. Kështu që unë quhem përparime. Kuptimi i emrave shqiptar. Po. Edhe më pas, kur doli në skenë, ty të thirrën shkurt Paro dhe me këtë emër vazhdove. Po, me këtë vazhdoj, me këtë. Mban mend daljen tënde të parë në skenë dhe si e kujton atë ditë? Po, ne kemi qenë të vegjël atëherë kur ashtu në klasë në shkollat e vjeçare kur këndonim. Dhe mbaj mend që nëna ime ishte pjesëmarrëse dhe ka qenë këngëtare e parë në fshatin tim, Lekdush quhet. Dhe bërishin ato konkurimet e zonave, Lekdush, Progonat, Nivic, Labëria, gjithmonë. Dhe duke qenë pranë nënës, dhe këtu gratë tjera e panë që unë kisha premisa për të bërë këngëtare, e vogël fare, më vishin me ato kostumet popullore dhe thoshin, kjo vajza e vogël, kjo e shkurtrat, ja marri këngës.
Dhe dolëm në Progonat për shumë, zumë vëndin e parë dhe u paraqitëm në vitin 1968 me të reat e Lektushit. Doli në Buzë Malit, hënë e bukuro, ylli këputuro. Pastaj merrim ato çmimet që ishin ca diploma, ca çmimet, shumë plot. I ke i ruan ato çmime? Po. Ke një arkiv të plot? Kemi plot aty që. Pastaj kur dole vetëm në sken, me ato emocionin e të resë. Me kalim të kohës, u kujtova vonë për të kthyer nga koha e muzikuar. Se fillon nga 68, njerë në 5 vjetë që bëjë festivali, 68, 73, 78, 83, 94 e këshu. Deri atëherë nga 94, këtë ka marrë pjesën për festivali folklorike me grupet polifonike, dhe pastaj nga 2008, 2006, më falë, Alketi Djem Vetë Vjosës, më pothuaj se më ka futur në këtë rrugën e këngës së muzikuar. Duke dashur që ai të kishte një zot e ato këngët e tija, për shumë, doli hëna për kustar, dilmoj hënë. O filxan, babaxan, pjetu, bëfshat. Ma këndo, se kur e thua me poezi... Doli hëna për kustar, dilmoj hëna, vajse vola edhe ja, dilmoj hëna. E po sot po bëjmë dasëm mo lele, dasëm mo, do më rëtojmë beqan rëto, të na trashëgohen no. Edhe kështu. Të lumë të goja. Megjithëse është periudha stina i virozave tani, po hajtë. Jo, më tha jam e viroz, pa asu dalu, asu duk fare para. Je e fort, të banë kënga, se krety të shkënga. Pastaj, zemra ime, me Silva Gunbardi, më përma të këngën Të Rita me Pekuli, që edhe tani, do me të ndë këngët me Alketin, ndë kënga Të Rita me Pekuli, me Silva në këshu, në gjdo event, në gjdo dasëm, në gjdo vënd që ashtu, të gjohet. Të Rita me Pekuli, o mëj bi, e po sa të shkon kjo nusëri, o mëj bi. Shumë e bukur këngë nga. Shumë e bukur. Kënduar në përdasma. Tekstin e ka bërë një nërtësi Aslani, të cilin e kujtoj me shumë respekt se ka ikur nga kjo jetë. Ti vetë, ke një këngë të ndën të preferuar nga repertorit? Që e këndon, kujdu, në përshpi duke bërë punët, që ta kërkojnë dhe më shpesh, ke shumë, Këngët për shumë Të Rita me Pekuli kërkohet, o filxan babaxan kërkohet, për shumë Nuse më i të vëftë nëna që kam bërë vetë dhe kompozimin dhe tekstin. Kënga Erben Dukës, Cili është sekreti viteve të mia. Sekreti është dashuria edhe kënga. Dua ta përmend Erben Dukën. Vazhdon të jetë ky sekret? Më fal? Vazhdon të jetë ky sekret i viteve të tua? Po, vazhdoj. Dashuria. Cili është sekreti viteve të mia, kënga more kënga edhe dashuria. Dashuria, moj vajzë, nuk është vetëm për dashuri. Pa tjetër, dashuria për jetën, Dashuria për është për vetën. njerëzit, dashuria është për fëmijë, dashuria është për bashkëshorte, për nënën, për baban. Po, kjo për ashtu të më thënë që i përket kësaj këngë, cili është sekreti viteve të mia, kënga, more kënga. Erben Duka, i cili e dinte se sa pasion kisha për këngën. I skalit i bukur këto vargje. E atë të kam bërë një këngë parot, a eja. Kërë shikoj unë, beni, po kjo është këngë që e këndoj unë për vete, tash. Po s'këndove për vete, s'këndoj ndot për të tjerën. Për të tjerët. A, beni, indjeri. Vjen shumë keq. Gjithsesi, të ndalemi tek pjesa që ti thua këndon për vete, këndon për të tjerë. Kur ti del në sken, si për kë këndon? Për veten apo për të tjerët? Duhet të këndosh për të tjerët. Po, këndove për të tjerët, kënaq vete. Bukur. Po, kënaqen ata je kënaqur. Unë kam raste që më thonë, për shumë, në përdasme evente, para, u kënaqe, te mundet, u kënaqet ju, shumë thonë. Edhe unë jam shumë e lumtur që u kënaqet. Edhe me të vërtet, nëse do të kënaqesh atë tjetrin. Je shumë e lumtur, e kënaqur. Absolutisht po. Ç'mendim ka Paro për muzikën që bëhet sot? E ndjek muzikën? Qa të përshkëshuar dhe ka tani. Disa gjejnë veten, disa nuk e gjejnë, por në fundit të gjitharë. Derisa s'ka të drejtë autori. E për shembull këngët e mia kur nuk janë mbjellë, kur nuk kanë shkuar. Patjetër, dhe ti si ndjesh kur të tjerët këndojnë këngët e tua në për evente, në për dasma? Si thonë ndonjëherë, më mirë të dish apo të kesh. Po dite e mban kështu.
Po nuk ditë edhe atë që këta marrin bota, edhe unë kështu kam bërë. Me qënë se të kanë cilësuar, cituar si kapedane e polifonisë labe, çfarë përfaqëson për ty dhe ka ke frikë se brezat që do të ikin, këto brezat e rinj që vinë, a do të përfaqësojnë dot polifoninë apo jo? E përfaqësojnë, jo se nuk e përfaqësojnë, po do një periudhë kohe të kështu. Po tani nuk ka organizime që nuk përfaqësojnë dot. Ka shumë talentet polifonisë që mblidhen tavolinave, këndojnë, ju shkon mundimi kot, janë shumë të bukura zërat, marsi, kthysi, heci, se po bën këta 3 komponent bashk në këngën labe, për shumë, se tani thon polifonike, ecën nisva do ecin mbas atyre. Po nuk ka organizator. Ne organizoheshim dikur, kishte shtëpiat e kulturës, kishte do me thënë pallatet e kulturës që ishin qytete që u thonim ne, me thënë kishte goxha organizator, ishin masovikët, ishin regjisorët që na merrin në për koncerte. Tani këta nuk e kanë këtë fat. Ka ndonjë nga këta që pasionant që janë shumë të interesuar për këngët labe. Po edhe të rinë, kemi parë edhe të rinë të talentuar që e duan dhe kanë trashëgimi familjare. Ku ta shpalosin këtë talent, ku ta shpalosin? S'kan ku, janë në për tavolina. Shkoj në për dasma, mund të këndosh 1, 2, 3 këngë në për dasma, sepse dasma tani është e përzirë, nuk do si që modi, që uleshin hanin mi shtëpjekur me një qep për para, mbaj mend kur isha unë e vogël fare 5 vjeqe, edhe këndoni, o lule, avni, rustemi, për shembull. Dërsa tani duan të kërcejnë të gjithë, duan të kënaqen gjithë. Është Pogonisha, Treshët, Naploni, janë plot. Edhe janë modernizuar, vinë në forma më bashkohore, gjithmonë duke ruajtur tabanin. Po, edhe miqësia për shembull janë të ndryshëm, nga Berati me Veriun për shembull. Kam pas një rast, tropoj puk, më kam marrë mua njëra, martonte motorën. Nga e ke krushqin nga tropoja, vetë nga ini nga puka, po unë ç'dua aty tashun. Vetëm të dua tha të më thuar të rita me pekuli. Megjithatë më respektuan, këndova gati 1 orë, 2-3 herë. 60 vite që nuk ndalesh, ndërkohë je gjyshe? Po. Ke një djalë i cili ka 2 fëmijë, apo jo? Jetojnë jashtë? Ka vajzën 15-16 vjeçë. Ka dhe djalin 10 vjeç. Jam i lumtur, i kam mirë, nuk ja u kam merakun sepse është familje konsoliduar, jam të rritur në moshë, djali është 52-53 vjeç, nusja është me 8 vjetë me vogël se djalin. Nusja është e huaj, apo jo? Po, është holandeze. Si ke marrëdhënie ti me nusën holandeze? Shumë mirë. Po ne s'kemi ndonjë kaq shumë, pastaj edhe kur shkoj qëri, unë kam qëndruar për Covidin, se unë i them që të gjitha para publikut. Nuk mbaj asnjë gjë, më duket sikur janë vetëm me ty. Po do t'i dëgjoj tërë publiku. E kam thënë dhe më përpara. Ajo ndjet, i thot Timbiri që më vjen pak keq dhe zor nga paru e thot se më duket sikur jemi ndjet inferiore që nuk komunikojmë, sa është shumë pak di shqip. Unë holandisht nuk di, fëmijët flasin me maman flasin holandisht, me babain flasin shqip, se kështu ju flasin se cilin gjuhën e tyre, tani që kanë ardhur në Spanjë në shkollë spanjish, goxha të ngarkuar. Kur i them ndonjëherë djalit të vogël, Dante, fol shqip të ke që nëna parë unë shqip i foli, po ti jo më kupton mua. Nëna parë shkon aty, ju këndon tek shtëpia? Tek shtëpia ime apo tek shtëpia e tyre? Në Spanjë apo jo? Nga një herë ku kam kohë të këndoj atje, do mbredhim një çik. Ai sa shkoj. Po për të gatuar ju gatuan apo jo? Gatuaj, po normal që gatuaj. I qanë ato recetat e jugut? Është pasioni i dytë gatimi i parës? Po tani s'mund ta quash se të gjitha shqiptarët gatuajnë. Po ndonjë pasion kështu të veçantë që të merrem unë me gatim, domethënë të them që kështu në shtëpi gatuaj për herë, edhe në shtëpi. Ti jeton vetëm këtu apo jo? Jetoj vetëm. Edhe gatuaj. Është vështirë jeta vetëm në moshën tënde apo të mban muzika, të mbajnë aktivitetet? Fare. Jam shumë mirë, jam për bukurinë të Zotit, po nuk kam aq kohë që sa të mërzitem në shtëpi. Mbile dhe kur më thërritni juve, u them 10 herë do vi me zjerë. Po, e drejt. Ke shoqe që si kalon ditën? Kam, plot. Dita jote nis me një kafe? Kam koleget nga këto të punës, për shembull, të artit e kështu që i kam këtu në Tiranë. Pastaj shoqet e lagjes, pastaj jo një kushuri, një stebep, jo kështu. Unë kam dhe një të keq që i bëj të gjitha qokat, qoftë mirë, qoftë keq. Qokat do shkoj në anë të dynjas, ku të jetë. Ndihesh mirë duke i respektuar të tjerët. Ta kanë kthyer respektin kam këtë. Ti je qokaxhie, po ta kanë kthyer të tjerët aq sa ju e ke bërë? Nuk dua të më kthejnë respektin me këmbë, se jo të gjithë e kanë mundësinë të vinë. Po shqyr Zoti, unë mirë kam qenë, s'kam pasur ndonjë kështu. Të keq
nëna dhe babaj më kam vdekur herët, që atëherë që unë isha e re, si isha bërë, do me thënë, kaq e përkushtuar për të bërë se bebet. Tani shqyqyrë zoti edhe djali nuk mu martua me dasëm, edhe nuk kam pas. Të kam betur peng që nuk e kënduar për shumë në dasmën e djalit tënë, që nuk e ke për dasmë? Po, i kam thënë një Robiri, thash, do bëjmë do një dasëm për ty, thash urjetën dhe fëmijën. Tha, fiton do një lek? Shuj, thash, unë do ja për ti lek. Bëjë vetë për vetën të detari rehat me mua s'ke gjëta. Mirë, unë të falenderoj shumë për bisedën. Kemi akoma momente dhe minuta për të ndenjur me Paron, por këtë herë do të shkojmë në kuzhinë. Sepse di që do na gatuash një ja, do recetë shikojmë të qa traditës. qura do të bëjun aty në kuzhinë. Do na gatuash diçka, me kënaqësi ta shijojmë edhe negatimin tënd. Ndërkohë, le të shkëputemi për publicitet, bashkë do të shkojmë se na pret Albana në kuzhinë, ka bërë gati besoj ato gjërat që na duhen për gatim dhe gatuajmë me Paron dhe me Albanën. Vitori tu bëftë nënja dhe moj, aman Vitori, Vitori tu bëftë nënja dhe moj, E vi dëshira, hajtë dalim nga bolënga dhe moj. Transmetim, do gatuajmë apo do këndojmë? Edhe do këndojmë do gatuajmë. Të gjitha bashkë. Fantastike të këngëve. Të gjitha bashkë. Po pak turpe. Hajde këtu, hajde. A mund të më japësh një tenxhere Nuk e di si e kisha zërin të ngrohur. të mrekullueshëm. Ja ti tregojmë pak ambisave çfarë do gatuajmë, jemi në kuzhinë, do përgatisim recetën e Paros dhe po ashtu dhe do këndojmë. E kemi shumë Patjetër që po. Po tani nuk dim çfarë të bëjmë, të këndojmë apo të gatuajmë. Të dyja bashkë i bëjmë dot? Do t'i bëjmë të dyja bashkë. Çfarë recete është kjo Paro? Çfarë do gatuash? Ne sot do bëjmë një tavorizi me mëlçipule. Do ta bëjmë shumë të shishme. Se vën fare në dyshim. Së pari do skuqim qepën. Këty do t'u japim mëlçive, do t'u japim një val t'ja u derdhim ujin e parë. Pastaj do ta hedhim aty te qepa. Pastaj do hedhim orizin. Ti përzim të gjitha bashk, erzat, kripën, piperin, majdanozin, kopër nëse ka. Ta përgatisim të rr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 
Që sa shpejt i bën një këngëtar që sa shpejt gatuan. Gjitha, sepse vë në punë edhe këngën. U fol shpejt, Po, u fol, po, po për të gatuar do kohën e vetë. Ti e kuzhinjere, dhe para teje, ne nuk jemi, jemi Po qarë asja. thua me, po dhe unë jam visat tjeshtë, gjitham visat janë. Okej, Po edhe ti e këngëtare, thot Albana, dhe po, para ama te jene... çdo femër shqiptare, sidomos të moshës tonë, di të gatuaj, të sajoj. Po ne sot e bëm ca për kështu, do me thëmë për të kaluar. Po për t'ja u sugjeruar, Po, dhe shpejt këtu e jemi, shpejt. për këtë arsye jemi këtu. Të sugjerojmë receta, t'i kujtojmë recetat e traditës tonë, tabani është tradita jonë. Si që janë këngët e bukura të tabanit tonë, ashtu është dhe guzhina. Po, ne në fshatin tonë për shembull, në fshatin, mamaja ime, jo në fshatin, se s'kisha vajt në përgjithë fshat, mamaja ime bënte petanik, po i bënte shumë të mirë, me peta të holla, me gjallë, po ishte saçi aty. Po, e bënte të veçantë sa Po, që pjekjen. bënte zorë të mbushura, për shembull, ato të qëngjit i mirë, të ishte një zorë që ishte tërë gërgjele nga ja, tërë djamra kështu, i lante mirë, pregatiste orizin me erzat e kështu si që po e bëjmë ne tani, e mbushte zorën mirë, dhe pastaj i shtronte aty. Ajo mirë të shien asaj. Sa rëndësi dhe çfarë roli ka nëna në kuzhinë për vajzat, mbetet dhe trashëgohet për gjithë jetën kjo pjesa. Një nën që gatuan është një model shumë i mirë për vajzën. Harapashin për shumë. Harapashin, E bënte po. shumë të mirë. E merrte ato miellin, ndehet tek kështu aty tek skujt e qepë në fillim, edhe me këto të përbrëndshmet e qëngjit, ndoshta dhe kecje kështu, Po. dhe hedhte atë miellin ngadal që të mos kështu, të mos bëj kryzohej. koka. Po. E trazonte mirë, po i hirte pastaj ti ata ndonjë tjetër, po Të janë s'kishte recetat që nevojë të kanë për betur kështu në memorje nga gatimet e çfarë nënës. bën ti tjetër, veç harapashit. E harova. Jugu ka shumë receta të traditës. Byreqet që i bënte për shumë me Edhe lak. tavat me oriz, për shembull, i ka shumë të mira, Tava me orizi erza, si sta me me gjik. kështu. Gjithë parë gjëret e fshatit i bënte shumë mirë dhe unë isha e vogël, sigurisht. Kur u rita e shifja që i bënte, por mbaj mend që gjitha ato zonjat e fshatit thoshin nëna jote gatuan shumë mirë. Si quheshe nëna? Gatuante shumë mirë dhe këndonte shumë. Edhe këndonte, ke marrë dhe zërin edhe gatimin nga Edhe nëna thoshin, jote. i thonin këto kur shkonin ndonjë për shumë të nxirnin patate në mal.
Ti teto, se teto i flisën, ti do të na gatuar. Nuk dini fare, thoshta, ju të briti në male të meri ajrin e freskët, unë të digjem këtu gjithmonë, me të qeshërat. Po s'ka si duart e nënave dhe gjysheve tona. Na kanë lënë një pasuri të jashtëzakonshme kuzhinën dhe me mençurinë e tyre kanë arritur t'ja dalin, të ushqejnë familjen edhe të ndërtojnë receta që mbeten Me të vërtet, është artë më vete. Ashtë më vërtet. Ti kur gatuan këndon, Paro? E ke këtë zakon? Po, gatuaj. Apo je lodhur dhe thua? Në shtëpi jo gatuaj. Tani kur jam i lodhur, ndonjëherë edhe ha jashtë, për shumë dhe shkoj e marrë kështu, kur jam te e lodhur. Por e përgjithshme gatuaj në shtëpi. E përgjithshme. Tani të vendosim pak ndoshta mëlçit të gatuen apo të vendosim punë, do më tregosh Paro? Mëlçit? I gatuajmë tani mëlçit dhe tregojmë pak me anë Unë thash që, po hajde, të jedhem këtu për kërë. Ka urdisim, ti dojë të zjeje pak. Se jo, ndihmojmë me pak ujë të nxehtë dhe i japim një vlim. Mos i edhe atje, E tjedi, do në çdo anglis ka mënyrën e vet. Çdo anglis ka mënyrën e vet. Ja, vendosim qepën dhe ndërkohë bashkë Unë doja që këtu, me gjithë se janë larë njerë, janë larë shumë, dhe isha t'ju kulloja lëngun, por kam halë se mos më bëhet orizi dhe më shajmë. Shikoj pra, nëse ne të shikojmë tasin, jo, nuk ka gjak. Kjo do thotë që është bërë një shplarje shumë e mirë. Shohim së bashku çfarë përmban receta, ka mëlçi të zakonshme, të viçit, të pulës, kryesisht me të viçit bëhet kjo receta, apo edhe me të pulës. Mëlçit e pulës janë pula. Mëlçit e pulës që prezentuam në fillim. Dhe do t'i zjeni, do t'i kulloni nëse do t'i pastroni, ka urdisni me qepën. Dhe në këtë fazë të procesit jemi. Me orizin. Është shpëlar më përpara. Është shpëlar, orizin më përpara. Ja më trego pak Paro se çfarë, le themi, regjimi, nëse e themi, stili jetese ke ti. Si e nis ditën tënde? Çfarë konsumon në mëngjes? Po, si e nis mëngjesin? Të ndryshme, nuk kam ndonjë dietë të kështu. E konsumon mëngjesin? Konsumon. Si nis dita jote me mëngjes? Ndonjëherë edhe nuk konsumoj, shkoj direkt te kafja. Ndonjëherë ndonjë biskop, ndonjëherë kur vi që nga kafja, atëherë e ha mëngjesin dhe drekën e ha shumë vonë, nga ora 4-5 për shumë. Dhe në darkë nuk ha ndonjë gjë. Te dreka jetë tradicionale apo i ndërthurur? Jo, te tradicionalet jam, sepse gatuaj veç. Gatuaj për shumë speca të mbushur, atur lira, patligjan të mbushur, nga këto gjërat. Ja, e marrim një këngë tani në Paro se shumë po gatuajmë sot. E kemi nisur që në fillim fare të ditës me gatim, plus çka kemi bërë dhe mëngjesin. I fuzim një këngë tani në si thua. Kur pranvera të lullëzoja, unë do dalë të kërkoja. Kur pranvera të lullëzoja, prapë do dalë të kërkoja. Do vitë të marë, o syri lara, mali më kamaro. Dashurie para. Sa 75 vjeçare mu kull, nuk keni parë ju. Zërin Bilbil. Kot nuk e ka emrin Kapedania. Po zëri Bilbil që në mëngjes vetëm me një kafe o gocë. S'ke ngrënë asgjë sot, ë? Asgjë s'vura në gojë se isha i qik pa qef sot. Të imagjino kur nuk është pa qef, Paro. Pare kur është pa qefe? Ti e xhamat e dritares. E ftohur nga fyti. Çfarë bën ti për të kujdesur për zërin? Bën ndonjë ushtrim të zakonshëm? O, sa shumë para se të këndosh në koncerte? Vendosim sa të duash. E stërvit zërin? E mirëmban zërin? Asnjë çik pi cigar. E pi cigaren? Sa vite ke Vjen vetë zëri. Kam sa vite. Ke sa vite. Nuk e tentuar. Do t'i themi këtu është shpirti. Tu jemi transparent, i themi, a the vetë që parë, i them për publikun gjithçka. Ne të gjitha do t'i them. Ne të treja jemi, mos e vit. Edhe gjithë publiku jashtë edhe brenda. Mirë, le të fokusohemi atëherë tek receta. Kemi vendosur mëlçit, ato janë zbutur pak? Po janë zbutur pak, do t'ju hedhim oriz. Miki, të lutem, jepi një lugë zonjës Paro dhe oriz hedh sa duhet këtu. Unë kam vendosur më shumë. Tamam. Patjetër. Aq sa mëlçi kemi, të shohim tash raportin e mëlçive dhe të orizit, të cilin e kemi shpëlar, si çdo gatim me oriz. Orizin kokër rrugullatët të bardhë. 4 5. Dhe si themi ne që një mendoj se kaq. Etaloni matës i produkteve i gramaturave është syri. Shembull Paro mendoj që kaq lugoriz duhet për këtë recetë.
Edhe kështu, Tani do vendosim edhe erzat, i largoj unë të gjitha këto. Jepi edhe erzat. Do t'jedhim erza recetës? Mos ka shumë të pirë këmoja. Kemi në energji koper majdanos, të cilat do Unë nuk t'japin gatuaj me aromë. krip shumë, kështu që gatuaj me pak krip. Po, normal, kripën e vendos E më presim pas. të pjesa e gjetheve, ja disa gjethet cilat janë larë shplar mirë të bimëve aromatike, pra i kemi ka urdisur mirë e mirë, kemi ka urdisur qepën fillimisht, kemi ka urdisur mëlqit, kemi shtuar edhe orizin. Tani, para do t'i shtoj Do edhe vitë bimët të aromatike. marë, o syrila. Do vitë të Lara, janë po, pa tjetër, i kemi larë. I kemi larë, ato janë fjetë që pare. kemi lidhur, po do t'i shpëlajmë dhe njërë. Le si laj una, I lan lanë mund paro, për po. Më i paro. Dëgjoj, di se Ka urdisi mirë. Ja mund për këtë punë sot, ti s'ke punë fare. Kështu shkon gjeja, s'ka. Po qatë theja ka qëlluar kë moderatorja që s'di të këndoj. Kështu bëhet A do emisioni. kështë të japës tjetër? Para është e gatshme të gatuaj dhe të vitë na servir receta të gjyshes dhe të nënës së saj. tjetër, thot kja. Para në fund vit do ta gjejmë në Londër për shqiptarët e Londrës. O, Derman! E mora këtë harova. E mësoj tani ku janë gjitha qezma vëndet e kuzhinës. Si në Kjo shtëpinë është tënde. moditeti Si që në shtëpinë ofrojmë tënde, ne në mos e rrit Rezidilli. vëmendje. Pastaj do të vendoset e gjitha do transferohet në tavë, apo jo? Në një furrë që kemi para ngrohur, 200 gradë Celsius, do ta vendosim për të pjekur dhe ne bëhemi gati pastaj për ta shijuar. Pasi të kemi mbaruar me hapësirën tonë, i Do duhet kisha 20 sjell një tik minutë. nga shtëpia. Së shtika jote, nuk Se kisha s'do- shumë të mirë. Kjo tregon që ti Kam vujt për thika ke shqyqyr që thikën gjeta. tënde. Ke vuajtur për ne- thika? Po, kam vujt për thika, shqyqyr që gjeta. Më falë, do ta bëj një ndryshim plani tash i pak. Ja një sekond. Ja me zonja Paro. Ja me zonja Paro. Çfarë deshe? Çfarë deshe? Ke vuajtur për thika? Jo, kam vujt në shtëpi o këtu, Shiko, jo s'ka, këtu shtëpi, unë- jo. Ja, këto janë pikat. Zgjidh. Iqi moj se me këto bëhet ata, ja, iqi. Ku janë pikat e mia? Ti edh me duar unë kështu. Me duar do si t'jetë, në pa shtëpi. tjetër. Si Duar që të jedim pastra, në shtëpi. normalisht. Si në shtëpi. Pra sa të ngrënë dhe të çlirojnë ato aromat, bimët aromatike, Mirë kemi shtuar bëra? dhe piperin e zi. Shumë mirë. Me dorë Aroma. patjetër. Mos Shpim doni në që shtëpi. nuk di. Siç veprojmë në shtëpinë. Nuk e tham në asnjë moment, Tjepe. po dim që edhe byrekët i qanë o paro. Byrekun me spinaqe, të mbushura me të brëndshme, byrekët tradicional që janë një shije veçantë e kuzhinës tonë. Furrën e kemi gati, kështu që jemi drejt përfundimit. Mbajeni mend qepën, mëlçit dhe orizin. Gjeni mëlçit mirat fresta, mëlçit e pulës kryesisht, më pas i gatuani me qepën, ose i zjeni paraprakisht, ose i largoni shplani ti komplet 2-3 herë. alierën? Merrem unë me këtë pjesë. Ja. Se di ku e kanë Ndërkohë, bëndin. Po, ja. Ndërkohë Tani- marrim tavën këtu në qendër të Tavën e, tavolinës. e fusim aty. Po deshe fusin tavë, po deshe lere të zjej kështu si të do. Pra, ai lëm këtu të zihet, Lere sepse kështu të zihet. kurse edhe energji, Pa, Shiko, mire ka paro, e lëmë Nga të që zjeja nuk- aty se ne du t'i përshëndesim edhe shikuesit, kështu që me Paron dhe Albanën ju shiku së falenderojmë dashur, shumë. boni dhe ju kështu si shbëri paru asot këto. Mëlqi me Oriz. me oriz dhe gjas me tavë. Po ne do t'alëm njerë kështu. Ke Se një do mesazh? ikja, unë nuk dori këtu. Përveç recetës, ke një mesazh për zonja tona që na ndjekin? Çfarë t'ju thuash zonjave? Se kemi shumë zonja që na Ju ndjekin. uroj gjithë të mirat e botës, paçi shëndet në ratë të parë, lumturi familjare dhe pastaj kur t'u vi mendja po desh gatuani, po desh mos gatuani, si t'u doj qefin. Po e mira është të gatuajmë, se ka lezet shtëpia. Do me të Vetja, gjella e shëndeti në shtëpisë. rast të parë. Edhe ne të falenderoj falenderojmë edhe një shumë. këngë dhe jemi mreku, Mos gatim shëro së këngë. Ti kënduar. tani këndova, vdiqa. Tani këndojmë. Se O, do këndoj se ma ka Dhe ju falenderojmë shumë që na ndoqët me zorin e Parës dhe me Albanën që ambanisën. Ju përshëndesim. Mirupafshim. Opa. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit, Paro. shumë.